Në fund të vitit 1998 u themelua sektori ligjor dhe gjykata ushtarake, gjë e cila u motivua kryesisht nga nevoja për leadership në UÇK-s për të legjitimizuar veten përpara Komitetit Ndërkombëtar. Gjykata nuk ishte burimet e nevojshme dhe ishte jo efektive, një pikë e cila duket sikur ka pajtueshmëri ndërmjet palëve. Megjithatë, gjykata dhe dëbruma vet janë marginalizuar dhe janë minuar. Antarët e shtabit përgjithshëm, përfshirë Selimin dhe Limajin, kanë ndërhyrë në mënyrë të drejtë duke liruar ose duke fshehur të ndaluar ose ndryshe duke anashaluar tërësisht punën e gjykatës. Ato procese gjyqësore të cilët kanë ndodhur kanë qenë të shkurtuara dhe arbitrare. Gjykata ka vendosur vendime për vdekje pas një gjoja gjykimi në një proces që përfshinte mbrojtjen e pretendimeve. UÇK-ja dhe qeveria duhet të jenë të bashkuar, ndërkohë që Kuçi mori vendimin me vdekje nga gjykata. Sikurse reflektohet në dokumentet e asaj kohe, fate të njëjta ishin planifikuar dhe për oponentë të tjerë. Këto ishin oponentë të cilës synoheshin që të silleshin përpara pseudo-gjykatës me akuza për tradhti. Prova tregojnë se gjatë gjithë kësaj kohe, shënjestrimi i oponentëve vijoi. Edhe pas Kumanovës, policia ushtarake dhe zbulimi vazhduan të bashkëpunonin dhe të ndalonin e të merrnin në pyetje civilët për pretendime për bashkëpunim. Shtabi i përgjithshëm i dënonte bashkëpunëtorët e kundërshtarët dhe kishte kërkuar edhe masat më të ashpra kundër tyre. Remi shpjegoi më tutje se edhe pasi kishte marrë urdhër nga shtabi i përgjithshëm për të paraburgosur bashkëpunëtorët, kjo ishte rezultati i nevojave dhe të posaçme dhe të ofensivës së verës.